house arrest or penal processes 3 leaders of main opposition parties took mandate from mayors and jailed opposition MPs. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha mori pjesë në samitin e IDU-s në Bruksel. Narkoshteti vëdhi zgjedhjet, kërkoi mbështetjen tuaj që kombijim të votojë lirë. Solidariteti juaj është vendimtar për të fituar, tha lideri i opozitës shqiptare. Dua të informoj bordin ekzekutiv të IDU-s se zgjedhjet e 11 majit 2025 në Shqipëri ishin një farsë e qartë, e paralajmëruar, një farsë masive e parashikuar në rezolutën e IDU-s, në rezolutën e Partive Popullore Europiane, si dhe në rezolutat e CDI-s dhe në qëndrimet të tjera ndërkombëtare. Këto zgjedhje u zhvilluan në një klim terrori politik të paparë më parë, ku kryeministri i cili tani udhëheqin në narkoshtet, i pari dhe i vetmi narkoshtet në Europë për të siguruar mandatin e 4, vuri në burg, në arrest shtëpie apo në ndjekje penale, 3 drejtues të partive kryesore të opozitës, u hoqi mandat kryetarëve të bashkive dhe burgosi deputet të opozitës. Së dyti si narkoshtet që është, Shqipëria u bë vegël e organizatave kriminale që u përdorën gjërësisht për të siguruar vota për kryeministrin. Në zyrën e tij ka një person që koordinon aktivitetin e organizatave kriminale shqiptare brenda dhe jashtë vendit. Në këto zgjedhje, këta individ kishin për detyrë të sillnin në parlament 28 deputet përmes pagesave dhe terrorit. Në fakt, sot njerëzit më të votuar janë kandidat anonim të këtyre bandave dhe organizatave kriminale. Në një deklaratë për mediat, Berisha tha po ashtu se erdhi me urgjencë në këtë takim për denoncimin e farsës elektorale. Unë erdha këtu me urgjencë për të mbrojtur votën e shqiptarëve, për të paraqitur para audiencës dhe personaliteteve të pranishme në këtë forum farsën e turpshme zgjedhore të 11 majit. Dhe këtu ka një teren jashtëzakonisht të përshtatshëm, mbasi që të gjitha këto që ndodhen në 11 maj janë të parashikuara në mënyrë të plotë në rezolutën e dhjetorit të forumit të Washingtonit të IDU-s. Në këto orë qëndrimi pata rastin të takoj dhe ta informoj për zhvillimet e fundit presidentin e IDU-s, zotin Stephen Harper, dhe shumë personalitetet të tjera nga Europa, por dhe vendet tjera nga mbar bota. Pra, qëllimi kryesor është denoncimi online, si flak për flak, si thuash, i farsës elektorale të cilën për hir të zvërtetës e kanë denoncuar dhe e kanë denoncuar me profesionalizëm të madh edhe vëzhguesit e zgjedhjeve, të vëzhguesit e institucioneve ndërkombëtare të zgjedhjeve të 11 majit.